Ndër zhvillimet kryesore ju ftoj të ndiqni rivlerësimi i pasurive të paluajtshme me normë tatimore 5% pritet të nisë brenda këtij muaji, ndërsa janë afro 6.000 kontrata në pritje të këtij procesi. Sipas të dhënave nga Eurostat, rreth 1 në 3 biznese në Shqipëri përdor shërbime cloud, duke e rënditur vendin të dytë në rajon pas Serbisë. Në Shqipëri, banorët e qyteteve arrin në shkolla dhe spitale brenda disa minutash, ndërsa në zonat rurale koha udhëtimit shpesh te kalon 30 minuta. Sipas të dhënave të analizuara nga Scanintel, shqiptarët konsumojnë rreth 179 milion kilogram mish, ku pjesa më e madhe importohet. Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Scan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Rivlerësimi i pasurive të paluajtshme me normë tatimore 5% pritet të nisë brenda këtij muaji. Ndërmjetësuesit raportojnë se janë afro 6.000 kontrata të kalimit të pronësisë në pritje të këtij ligji. Ligji ka hyrë në fuqi më 22 janar. Së shpejti pritet që të nisë procesi i rivlerësimit të pasurive në vend për të gjithë ata qytetarë që kanë interes të rrisin vlerën ligjore të banesës së tyre, si dhe për pronat që janë në proces shitjeje. Ligji që u jep të drejtën qytetarëve dhe bizneseve që të rivlerësojnë pasuritë e tyre të paluajtshme me një normë tatimore prej 5% ka hyrë zyrtarisht në fuqi më 22 janar. Por tashmë pritet që të dalë udhëzimi përkatës për ta bërë të zbatueshëm këtë ligj. Sipas burimeve nga Ministria e Financave, por edhe nga tregu i pasurive të paluajtshme, deri në fund të muajit shkurt pritet miratimi i udhëzimit përkatës, çka i hap dritën jeshile nisjes së aplikimeve nga ana e qytetarëve për rivlerësimin e pronave. Referuar të dhënave nga shoqata kombëtare e ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme të Shqipërisë, Narea, aktualisht janë 6.000 kontrata për ndryshim pronësie të ngrira në pritje të nisjes së procesit. Ky proces pritet të ndikojë ndjeshëm në nxitjen e transaksioneve të pronave, të cilat deri më tani kanë qenë në pritje të lehtësimit fiskal për të mos paguar normën tatimore në fuqi prej 15% dhe nga kjo iniciativë pritet të përfitojnë drejt për drejt 500.000 familje. Referuar ligjit, kërkesat për rivlerësim të dorëzuara pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, për të cilat janë kryer pagesat e tatimit por nuk kanë përfunduar procedurat administrative nga ASHK-ja brenda datës 31 dhjetor 2026, konsiderohen objekti i rivlerësimit sipas këtij ligji dhe procedurat administrative përfundojnë deri më 31 mars 2027. Rivlerësimi mund të bëhet nga një ekspert i licencuar për vlerësimin e pasurisë së paluajtshme, nga institucionet përkatëse dhe nga drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Në rast se individi vendos që të kryejë rivlerësimin me vlerën e tregut, atëherë ai zgjedh një ekspert të licencuar. Aplikimi të tij për rivlerësim të pasurisë së paluajtshme i bashklidhet dhe aktin e vlerësimit të ekspertit dhe llogaria për tatimin që duhet paguar bëhet nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Në rast se individi vendos që rivlerësimi të kryhet me çmimet minimale fiskale në fuqi, atëherë ai aplikon pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, e cila edhe në këtë rast bën llogaritjen e tatimit që duhet paguar referuar normës tatimore 5%. Disa kategori qytetarësh e kanë të domosdoshme të kryejnë rivlerësimin e banesave të tyre me normën tatimore 5%. Ndër këto kategori përfshihen ato që kanë në plan ta shesin, por edhe pronat në proces legalizimi. Rivlerësimi i pasurive është një proces që synon të kursejë qytetarët në rast të shitjes së pronës, ku sipas ligjit do të duhet të paguanin 15% tatim të diferencës midis çmimit të blerjes dhe atij të shitjes, duke u dhënë kështu mundësinë që të rrisin vlerën e pronës me një normë tatimore prej 5%. Por kush duhet të nxitojë që të bëjë rivlerësimin? Në një intervistë për Scan TV, drejtori ekzekutiv i Narea, Reinaldo Pipiria, liston kategoritë për të cilët është i domosdoshëm ky proces. Mendoj që e para janë kushdo i cili do ta ketë në një proces shitje gjatë 2026-ës, 2027-ës ose ndoshta edhe 2028-ës. Përfshin dhe 2027-2028 sepse e dim për shkak të planit të strategjisë afatmesme të ardhrave që mbaron në fund të 2027-ës, nuk shikojmë që ka një mundësi apo një vullnet nga ekzekutivi për të marrë përsëri me tatimin mbi fitimin kapital të realizuar. Pra pas procesit të rivlerësimit, tatimi shkon automatikisht 15%, siç ka qenë çdo periudhë jashtë fushatave të rivlerësimit. Kështu që pra ne themi nëse ke ndërmend ta shesësh këto 2-3 vite, ky është momenti, për shkak se nuk besojmë që ti do shpëtosh taksa nëse lë më vonë. E dyta, patjetër duhet ta rivlerësojmë pasurinë, kushdo i cili nuk ka një vlerë tregu në kartelën e pasurisë. Pra këto janë pronat të fituara nga procesi privatizimi, kompensimi,
proceset të privatizimit gjashëm me vitin 92 për banesat, trashëgimit, në ato raste kur për shkak të procesit trashëgimis ti ke fituar një pronë, por në momentin që ti ke fituar këtë pronë, për atë pronë nuk ka pasur një vlerë tregu në kartel, automatikisht ajo llogaritet me çmimet, po themi me çmimet e referencës dhe me kostot e shfrytëzimit sipas endit kombëtar të banesave. Pronat të cilët janë rrjedhoi e proceseve të legalizimit. Në momentin kur ti merr certifikatën e pronësisë, ajo llogaritet me koston e shfrytëzimit të vitit kur ti ke marrë certifikatën e pronësisë. Kështu që të gjitha këto raste kanë vlera vërtet minimale në kartel ose kanë zero informacion në kartel. Në këtë rast, pavarësisht se nëse do shesësh apo jo, ky është momenti që ti të vendosësh vlerën reale të tregut. Por kush nuk e ka të ngutshëm këtë proces? Kushdo i cili ka kryer një rivlerësim 2-3 vitet e kaluara, pra kush ka kryer një rivlerësim në 2022-shin, në 2020 dhe ka arritur që ta ketë vlerën e pronës në përputhje të plot me tregun, ndoshta nuk e ka me ngutje. Pse? Sepse e ka pothuajse shumë afër me vlerën e tregut. Megjithatë, ne prapë sugjerojmë që në Shqipëri mund të ketë papritura. Duhet marrim konsiderat që mund të ketë projekte të zhvillimit të qytetit, mund të ketë shpronësime. Kështu që prandaj ne sugjerojmë që gjithkohës në një moment ku ndodh shpronësimi, për shembull praktika në Shqipëri ka treguar në një moment ku ndodh shpronësimi, nëse nuk ke një vlerë në kartelin e pasurisë, sipas një procesi rivlerësimi, automatikisht ajo pronë të shpronësohesh me çmimin e referencës. Vetë çmimet e referencës në Shqipëri kanë treguar që nuk janë në përputhje me realitetin, pra janë 20-30% larg realitetit. Prandaj është një këshill e mirë, po themi është një nxitje që okay, nëse ke këto para, investoj. Nëse ke kryer 2-3 vitet e fundit dhe je okay me vlerën që ke në kartel, ndoshta nuk e ke me shumë gut. Por nëse ke mundësi, bëj këtë gjë. Pse? Sepse edhe nga 2022 deri sot tregu ka fituar vlerë. Pra prona është rritur 15-20% të paktën në këto 2-3 vite, kështu që është e udhës që ta kryej si proces, pavarësisht me më pak motivim. Kjo mas synon të rrisë transparencën në tregun e pasurive të paluajtshme, të ulin formalitetin dhe të rrisë të ardhurat në buxhetin e shtetit. Fillimi i vitit 2026 po sjell interes të lartë dhe jelldi më të ulët për obligacionet 15 vjeçare në Shqipëri. Kërkesa e investitorëve të kaloj ndjeshëm ofertën duke detyruar rritjen e emetimit dhe ulur kostot e financimit për shtetin. Për investitorët afatgjat, ky është një moment i favorshëm pasi ofron stabilitet, siguri dhe fitim të parashikueshëm mbi 15 vite. Fillimi i vitit 2026 po shënon një tendencë pozitive në tregun e titujve qeveritar në Shqipëri, me rënje të dukshme të jieldeve për të gjitha maturitetet. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, në ankandin e parë të zhvilluar këtë javë për obligacionet 15 vjeçare, jieldi uniform i pranuar dhe kuponi ra në 5.67%, nga 6.19 që ishte në ankandin e fundit të nëntorit të vitit të kaluar. Kjo rënje u përcaktua kryesisht nga kërkesa e lartë e investitorëve, cilat e kalojnë ndjeshëm ofertën fillestare. Ministria e Financave kishte shpallur një shumë prej 2 miliard lekësh, por kërkesat e investitorëve arritën në 6 miliard lek, duke detyruar rritjen e emetimit me 15% sipas rregulloreve, për një shumë totale për rreth 2.3 miliard lekësh. Nëse shuma nuk do të rritej, jieldi mund të ishte edhe më i ulët, duke treguar fortësinë e interesit të tregut. Likuiditeti i bollshëm në treg dhe kërkesa e lartë nga investitorët po ndikojnë pozitivisht në uljen e kostos së financimit për shtetin. Përveç obligacioneve 15 vjeçare dhe të gjitha maturitetet e tjera, po regjistrojnë jield më të ulët, duke pasqyruar një klimë investimesh më të favorshme. Obligacionet qeveritare janë instrumente me interes të lartë për investitorët, pasi ofrojnë siguri të kapitalit, rritje të mundshme të portofolit dhe mundësi për diversifikim të investimeve në afatmesëm dhe afatgjat. Për këtë vit, Ministria e Financave ka planifikuar ankande të rregullta për obligacionet, duke synuar të përfitojë nga kërkesa e lartë dhe nga klima e favorshme e tregut, që gjithashtu kontribon në stabilitetin e financave publike. Në përfundim, ankandi i parë i vitit 2026 për obligacionet 15 vjeçare tregon një interes të lartë të investitorëve dhe një tendencë rënëse të jieldeve, që sinjalizon se shteti mund të sigurojë financim më të lirë dhe të fuqizojë tregun e titujve qeveritar në muajt e ardhshëm. Për obligacionet 15 vjeçare, tregu tregon interes të lartë dhe stabilitet, prandaj për investitorët afatgjat është një moment i favorshëm për të hyrë, sidomos për ata që kërkojnë siguri dhe fitim të parashikueshëm mbi 15 vite.
Komisioni Parlamentar i Ekonomisë ka përmbyllur seanca dëgjimore me kandidatët e vet ofruar për 3 vende në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Lista përfshin emra nga bota akademike, sistemi bankar, mbikëqyrja financiare dhe fusha ligjore, me një moshë mesatare rreth 45 vjeç. Procesi për zgjedhjes të 3 anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë është përmbyllur me seancën dëgjimore në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, ku kandidatët kanë paraqitur përvojën, prioritetet dhe vizionin e tyre për institucionin qendror financiar të vendit. Lista përfshin emra nga bota akademike, sistemi bankar, mbikëqyrja financiare dhe fusha ligjore, me një moshë mesatare rreth 45 vjeç. Pedagogët e Fakultetit të Ekonomisë, Adela Karapici dhe Matilda Shehu vun theksin të edukimi financiar, komunikimi thjeshtuar me publikun dhe forcimi pavarësisë institucionale. Karapici e cilësoi Bankën Qendrore si institucion besueshmërie për qytetarët, ndërsa Shehu theksoi prioritetet në ESG, mbrojtjen e konsumatorit dhe edukimin financiar të diferencuar. Nga fusha e mbrojtjes së konsumatorit dhe ligjit, Sajmir Muçmataj, drejtues pranë autoritetit të mbikëqyrjes financiare, solli në vëmendje përvojën në hartimin e akteve dhe kuadrit ligjor të Bankës së Shqipërisë, si dhe eksperiencën në struktura mbikëqyrëse. Edhe Holta Zaçaj, ish kryetare e gjykatës kushtetuese, theksoi kontributin ligjor dhe institucional, si dhe përvojën me institucione ndërkombëtare si Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kandidat me profil financiar dhe bankar ishin të shumt. Arben Zibri, analist financiar, foli për forcimin e analizës makroprudenciale, konkurrencën dhe inovacionin digital. Eriona Beleri paraqiti eksperiencën 23 vjeçare në sektorin bankar me fokus te mbikëqyrja moderne, ndërkohë Elton Korpi me 2 dekada në sistemin financiar dhe në sigurime, theksoi mbi vizionin e tij tek stabiliteti, modernizimi dhe besimi publik për Bankën Qendrore. Eksperiencë të gjatë në analizë risku dhe hetim financiar paraqiti Liliana Mamadhja, eksperte financiare pranë SPAK, e cila nënvizoi panshmërinë dhe integritetin institucional. Violeta Staka, aktualisht antare e Bordit të Mbikëqyrës, kërkon një mandat të ri me fokus stabilitetin dhe vendimarrjen e bazuar në ligj dhe në analizë. Në drejtim të zhvillimeve teknologjike dhe pagesave, Lulieta Minxhozi dhe Merita Bejtja u ndalën te sfidat e zbatimit të kuadrit evropian të pagesave dhe integrimi në SEPA, si hap për transferta më të shpejta dhe përfshirje digjitale. Edhe Ingrid Konomi prezantoi rritje të transparencës pranë platformave digjitale dhe raportimit në kohë reale për publikun dhe konsumatorin. Nga ana tjetër, Eni Xheko paraqiti përvojën në borde drejtuese me fokus pavarësinë, lidhjen me ekonominë reale dhe transparencën, ndërsa Emis Çerava theksoi kombinimin e eksperiencës bankare, akademike dhe në politikbërje, me vëmendje te kreditimi i sektorëve kyç. Fatmira Kola dhe Aleksandër Çavo u ndalën te përgjegjësia institucionale dhe qëndrueshmëria e sistemit financiar në kushtet e transformimit teknologjik. Kandidat me lidhje të drejtë për drejtë në Bankën e Shqipërisë janë edhe Selami Xhepa dhe Pajtim Melani, të cilët vunë në dukje përvojën e mëparshme në Bankën Qendrore dhe nevojën për forcim të rolit mbikëqyrës dhe mbrojtjes së konsumatorit. Këta ishin 18 kandidatët të cilët u prezantuan në seancën dëgjimore të Komisionit të Ekonomisë, Punësimit dhe Financat, ndërsa Frosela Filo dhe Artan Hoxha nuk u paraqitën për të bërë prezantimin e tyre për kandidimin si antar i Këshillit të Mbikëqyrjes. Procesi për zgjedhjes pritet të vijojë me vlerësimin e kandidaturave dhe për zgjedhjen e 3 prej tyre për të qenë antar të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Sipas të dhënave nga Eurostat, rreth 1 në 3 biznese në Shqipëri përdor shërbime cloud, duke e rënditur vendin të dytin në rajon pas Serbisë. Kostoja për bizneset varion në përshtatje të nevojave dhe nivelit të përdorimit. Energjia diellore mbetet në fokus të investitorëve privat me interes për të ndërtuar centrale të mëdhenj fotovoltaik. Trendi shënuar vitin e kaluar me një numër të lartë aplikimesh, duket se po ndiqet dhe këtë vit, pasi pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë ka mbërritur një tjetër shprehje interesi. Kërkesa është bërë nga shoqëria 3X Energy, që ka paraqitur aplikimin për ndërtimin e një impjanti fotovoltaik me kapacitet instaluar 70 MW, me vendodhje në fshatin Savër të Lushnjës. Projekti nuk është objekt koncensioni dhe nuk përfiton nga masat mbështetëse të qeverisë. Kjo do të thotë se në rast të finalizimit nuk përfiton lehtësira shtetërore për dokumentacion
apo garanci për shitjen e energjisë së prodhuar. Ndërkaq viti 2026 ka nisur edhe me miratime të shumta të projekteve elektroenergjitike nga ana e qeverisë. Një prej tyre parashikon ndërtimin e një centrale gjeneruese energjisë elektrike nga era në njësinë administrative Mollaj, në bashkinë Korç, me kapacitet 55 MW, ndërsa vendimi i dytë miratoi ndërtimin e një centrali fotovoltaik me kapacitet 10 MW në fshatin Vllashaj, bashkia Bulqiz. Gjithashtu, vetëm një javë më parë, u miratua dhe ndërtimi një centrali fotovoltaik në fshatin Rakull në bashkinë Kavaj, me kapacitet të parashikuar prej 95 MW. Shoqëritë ndërtuese do të shkëmbejnë falas 2% të energjisë së prodhuar vjetore me shtetin, ose vlerën monetare të saj, si dhe kanë detyrimin të respektojnë të gjitha lejet dhe procedurat mjedisore. Këto projekte i shtojnë listës së impianteve energjitike të miratuara nga qeveria gjatë vitit të kaluar. Mirë, ndoqëm kronikën e cila kishte të bënte me energjinë diellore, e cila mbetet në fokus në fakt të investitorëve privat, ku së fundmi është aplikuar për ndërtimin e një impjanti fotovoltaik me kapacitet të instaluar 70 MW me vendodhje në Savër të Lushnjës. Ndërkohë në vijim juftoj të ndiqni kronikën e cila ka të bëjë me shpenzimet e bizneseve shqiptare për ruajtjen e të dhënave. Një nga nevojat më të reja të kompanive sot është ruajtja e dokumentave dhe informacionit në mënyrë digjitale. Me përshpejtimin e procesit të digitalizimit, blerja e memores dhe serverëve për ruajtjen e të dhënave, qoftë fizik apo në cloud, ka kaluar nga një zgjedhje opsionale në një domosdoshmëri për funksionimin e bizneseve. Sipas të dhënave të Agjencisë Europiane të Statistikave, rreth 33.6% të kompanive shqiptare kanë investuar në server ose shërbime cloud për të ruajtur informacionet e tyre. Sa i përket kostove, shpenzimet për cloud ndryshojnë sipas madhësisë së biznesit dhe nivelit të përdorimit. Për bizneset e vogla dhe të mesme, kostoja mesatare varion nga $20 deri në $100 për përdorues në muaj, çka përkthehet në rreth $240 deri në $1.200 në vit. Këto shërbime përdoren kryesisht për ruajtjen e dokumentave, komunikimin përmes emailit, kopje sigurie të dhënave dhe aplikacione bazë menaxheriale, ndërsa kompanitë e mëdha shfrytëzojnë cloudin në një shkallë shumë të gjerë për analizat e avancuara të dhënave, inteligjencë artificiale dhe sisteme kritike për operimin e biznesit. Në kompanitë e mëdha, blerja e cloudit mund të tejkalojë disa herë koston mesatare. Krahasimi të dhënave në nivel rajonal tregon se Shqipëria renditet e dyta për përqindjen e kompanive që përdorin cloudin, me njëherë pas Serbisë, e cila kryeson me 41.5%. Pas Shqipërisë vjen Malizi me 33.3%, ndërsa Bosnia-Hercegovina mbetet vendi me përqindjen më të ulët të kompanive që kanë investuar në servera apo memorie digjitale. Në nivel evropian, vendet e Europës Veriore kryesojnë bindshëm përdorimin e cloudit. Finlanda spikat me gati 80% të kompanive që e blejnë këtë shërbim, e ndjekur nga Suedia, Malta, Irlanda dhe Danimarka. Në anën tjetër të renditjes qëndrojnë Bullgaria, Turqia dhe Greqia, ku kompanitë tregojnë më pak të prirura për të investuar në servera apo shërbime cloud. Hetime e subjekteve që ofrojnë shërbime postare, Prokuroria e Tiranës regjistron procedim penal për evazion fiskal. Për mallrat që shiten pa faturë, sekuestrohen 13 milion lekë. Pas lejimit nga gjykata me kërkesë të organit procedues, si rrjedhoi u ushtruan kontrolle në disa subjekte që ofrojnë shërbime postare në kryeqytet. Deri më tani, nga kontrollet janë sekuestruar sasi të konsiderueshme mallra të marra në dorëzim pa faturë tatimore 13 milion lekë, si edhe dokumentacion shoqërues, prova që sipas prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë tregojnë paligjshmëri në drejtim të evazionit fiskal, si edhe shumë parash që dyshohet se rrjedhin nga aktiviteti i paligjshëm. Hetimet vijojnë për identifikimin e shitësve real dhe dokumentimin e plot të veprimtarisë së kundërligjshme. Do të ecim më tej për periudhën kohore 2026-2028, buxheti i shtetit ka parashikuar 210 milion lekë grant për mbështetjen financiare të ndërmarrjeve sociale që kontribojnë në përfshirjen shoqërore të grupeve të pafavorizuara. Vlera e ndihmës për një ndërmarrje të vetme nuk duhet të kalojë 14 milion lekë për një periudhë financiare prej 3 vitesh. Është botuar në fletoren zyrtare vendimi i Komisionit të Ndihmës Shtetërore për autorizimin e skemës së ndihmës shtetërore, Fondi në mbështetje të ndërmarrjes sociale për periudhën 2026-2028, një instrument financiar që synon forcimin e rolit të ndërmarrjeve sociale në mbrojtjen dhe përfshirjen shoqërore të grupeve të pafavorizuara.
Sipas vendimit, skema synon mbështetjen financiare të ndërmarrjeve sociale që kontribuojnë në përfshirjen shoqërore të grupeve të pafavorizuara përmes punësimit dhe ofrimit të shërbimeve sociale. Ndihma do të jepet në formë grantesh nga buxheti i shtetit. Fondi total i parashikuar për këtë skemë është 210 milion lekë. Financimi do të realizohet kryesisht përmes subvencionimit të pagës minimale dhe mbulimit të sigurimeve të detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit e ndërmarrjeve sociale. Përfitues të kësaj skeme janë ndërmarrje sociale që ushtrojnë veprimtari ekonomike në prodhim madrash apo ofrim shërbimesh, duke pasur si mision kryesor përfshirjen sociale. Skema do të zbatohet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe do të administrohet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Sipas vendimit, kjo skemë u jep një avantazh ekonomik ndërmarrjeve sociale krahasuar me operatorët e tjerë në treg, si dhe njëkohësisht nuk e cënon konkurrencën. Në këtë kuadër, skema u vlerësua si ndihmë shtetërore e lejueshme në formën de minimis dhe sipas këtij parimi, vlera e ndihmës për një ndërmarrje të vetme nuk duhet të kalojë 14 milion lekë për një periudhë financiare prej 3 vitesh. Ndërkohë, çdo përfitues do të duhet të nënshkruajë deklaratën e ndihmës de minimis, ndërsa Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale është e detyruar të raportojë çdo vit deri më 31 mars mbi zbatimin dhe impaktin ekonomik të skemës. Gjithashtu, të gjitha të dhënat lidhur me zbatimin e skemës do të ruhen për një periudhë 10 vjeçare, thuhet në vendimin e botuar në fletoren zyrtare. Qeveria shqiptare dhe Komisioni Evropian ka nisur projektin e garancisë rinore me një vlerë prej 65 milion euro. Sipas kryeministrit Edi Rama, projekti synon të ofrojë mbështetje ekonomike, trajnime dhe aftësim profesional për të rinjt. Qeveria shqiptare dhe Komisioni Evropian ka nisur projektin e garancisë rinore me një vlerë prej 65 milion euro. Gjatë takimit përmbyllës të thirrjes së 10 të programit kombëtar të praktikave të punës, kryeministri Edi Rama shpjegoi risitë e projektit. Është një projekt i cili ka si synim të identifikojë dhe të aktivizojë të rinjt që kanë potencial, por që nuk janë aktiv në kërkimin e rrugës së nxjerrjes më të mirës nga vetja. Ka si qëllim të ofrojë mbështetje ekonomike, të ofrojë trajnime dhe të ofrojë aftësim profesional për të rinjt. Ka si qëllim të sigurojë mundësi konkrete punësimi, të sigurojë vazhdimin e arsimit formimit profesional dhe të praktikave dhe patjetër të fuqizojë pjesëmarrjen e të rinjve në jetën sociale dhe ekonomike të komunitetit. Do t'ju sugjeroja me shumë dashamirësi që të njiheni me këtë projekt. Është një projekt edhe financiarisht i qëndësishëm. Sa i përket programit kombëtar të praktikave të punës, një mundësi e ofruar për të gjithë të rinjt nga mosha 21 deri në 29 vjeç, të diplomuar në një program studimi të ciklit të parë bachelor apo të ciklit të dytë master. Kryeministri Rama u shpreh se deri më sot janë punësuar në mënyrë përfundimtare në administratën publike rreth 1600 persona. Po të kesh parasysh që administrata publike në vetvete është një trup jo shumë e madhe, këto numra nuk janë pak. Por ajo që i bën këto numra më të rëndësishëm akoma është se janë 1600 burime njerëzore cilësore që kanë potencialin të zhvillohen vijimësisht dhe që kanë kapacitetin potencial që të jenë nesër drejtuesit e sektorëve, drejtuesit e departamenteve dhe drejtorive dhe kështu me radhë. Duke parë rezultatet e këtij programi, kryeministri Rama u shpreh se do të vazhdohet me agjendën e thithjes së burimeve më të mira që dalin nga universiteti dhe atyre që janë aktiv në shoqëri.
Një nismë e re ligjore depozituar në kuvend synon të korrigjojë pabarazinë në paga për rreth 11.000 mësues të punësuar përpara vitit 2017, diplomat e të cilëve pas përshtatjes me sistemin e Bolonjës u trajtuan si bachelor. Ndryshimet propozuan trajtim të barabartë financiar. Deputetja socialiste e Viskushi ka depozituar në kuvendin e Shqipërisë një nismë ligjore që synon korrigjimin e trajtimit financiar për mësuesit e punësuar në sistemin arsimor përpara hyrjes në fuqi të sistemit të Bolonjës. Nisma parashikon një shtesë në ligjin e arsimit parauniversitar për rreth 11.000 mësuesit e punësuar para datës 1 mars 2017, të cilëve për shkak të ndryshimeve ligjore dhe përshtatjes së legjislacionit me sistemin e Bolonjës, diplomat u janë ekuivalentuar si diplomat të ciklit të parë bachelor, duke reflektuar diferencime në trajtimin financiar. Ligji aktual parashikon trajtim të diferencuar për personelin mësimdhënës që ka përfunduar studimet universitare në ish institutet e larta pedagogjike, duke i njohur diplomat 8 semestrale për efekt page, ndërsa nuk përfshin mësuesit që kanë ndjekur arsimin e njëjtë në universitete përpara transformimit të sistemit të arsimit të lartë sipas Bolonjës. Si pasoj, një pjesë e këtyre mësuesve trajtohen me paga më të ulta, me një diferencë që arrin deri në rreth 5.000 lekë në muaj, pavarësisht se kryejnë të njëjtën punë dhe kanë të njëjtën ngarkesë mësimore. Ndryshimi ligjor synon të përfshijë në trajtimin financiar edhe këtë kategori mësuesish, si dhe ata që kanë ndjekur master profesional me 60 ose 90 kredite, me qëllim garantimin e një shpërblimi më të drejtë dhe motivues për personelin mësimdhënës. Ndërkaq, disa muaj më parë edhe deputetja Ina Zhupa ka paraqitur një nismë ligjore për këtë problematik, e cila parashikon ndërhyrje në ligjin e arsimit të lartë. Kjo nismë synon njohjen më të gjerë dhe të barazvlefshme të diplomave të përfituara para sistemit të Bolonjës, duke prekur jo vetëm aspektin e pagës, por edhe statusin akademik dhe mundësitë e avancimit në karrierë. Në Shqipëri, banorët e qyteteve arrin në shkolla dhe spitale brenda disa minutash, ndërsa në zonat rurale koha e udhëtimit shpesh te kalon 30 minuta. Edhe në vendet e tjera të rajonit qytetet kanë akses të shpejt, por fshatrat mbeten në disavantazh. Agjencia Europiane e Statistikave ka publikuar së fundmi të dhëna që tregojnë sa pranë janë banesat me institucionet bazë si qendrat shëndetësore, spitalet dhe shkollat, shërbime që përdoren çdo ditë nga familjet. Bazuar në këto të dhëna, Eurostat llogarit kohën mesatare që i nevojitet një banori për të arritur nga banesa e tij në njërin prej këtyre institucioneve duke përdorur makinën. Për Shqipërinë të dhëna tregojnë diferenca të qarta midis qyteteve dhe fshatrave. Sipas hartës u publikuar në bashkitë më të vogla dhe në qytetet e vogla, koha mesatare për të arritur në një shkollë apo qendër shëndetësore është relativisht e shkurtër, kryesisht nga 5 deri në 8 minuta, ndërsa në zonat pak më të largëta arrin deri në rreth 15 minuta. Ajo që bie më shumë në sy është diferenca me zonave urbane dhe atyre rurale. Në krahasim me qytetet, në zonat më pak urbane dhe fshatrat, distanca drejt institucioneve bazë shpesh kërkon mbi 30 minuta udhëtim, duke konfirmuar se afërsia me shkollat dhe spitalet vijon të mbetet një problem në këto zona. Në krahasim me vendet e tjera të rajonit, situata paraqitet pak a shumë e ngjashme me Shqipërinë. Zonat urbane kanë akses më të shpejtë dhe më të lehtë, ndërsa në zonat rurale rritet ndjeshëm koha e nevojshme për të arritur në qendrat shëndetësore apo shkollat më të afërta. Ndryshe paraqitet situatat në vende si Franca dhe Gjermania, ku pothuajse çdo zonë, qoftë fshat apo qytet, rezulton të ketë afërsi të mirë me këto institucione, duke dëshmuar nivelin e lartë të zhvillimit edhe në zona rurale. Shqipëria po përafron legjislacionin ushqimor me Bashkimin Evropian me qëllim përmbushjen e kërkesave që vijnë në kuadër të antarësimit. Ndërkohë, parashikohen $20 milion investime në pikat e inspektimit kufitar. Qeveria parashikon të kryejë një investim prej rreth $20 milion për ndërtimin e 7 pikave të inspektimit kufitar, si dhe për forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve institucionale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit dhe ISUV-it, të cilat kanë rol kyç në procesin e integrimit evropian dhe kontrollin e importeve dhe eksporteve. Ministri i Bujqësisë Andi Salla prezantoi në Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian prioritetet dhe angazhimet e institucionit që ai drejton në fushën e sigurisë ushqimore, veterinarisë dhe shëndetit të bimëve në kuadër të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ku theksoi se përveç 10 akteve nënligjore përafruese me BE që do të miratohen,
Fokusi do të jetë edhe tek forcimi i kontrolleve zyrtare të bazuara në risk për produktet e importit, eksportit dhe prodhimit vendor. Përmbushja e kritereve në këtë kapitull nuk kufizon vetëm parafrimin e legjislacionit, por kërkon ndërtimin dhe funksionimin efektiv të një sistemi kontrolli të paravlefshëm me atë të Bashkimit Evropian, ku siguria ushqimore lidhet drejt për drejt me shëndetin e njerëzit, me ndërgjegjësimin dhe besimin e konsumatorit të produktet të cilet ata konsumojnë, dhe me sigurinë dhe mundësinë që prodhimi shqiptar të hyjë dhe të konkurrojë në tregun e Bashkimit Evropian. Bizneset nga ana e tyre shprehen se duhet të jenë të përgatitur për këtë sfidë, por kërkohet edhe një analizë në terren sa i takon situatës reale të sektorit. Do bëjmë një analizë në radhë parë të asaj që është sektori më i rëndësishëm, sektori i bujqësisë, dhe duke i ndarë në të gjitha degët e saj, duke filluar nga bujqësia dhe blegtoria që janë origjina shtazore, që është edhe një ndër problemet më të mëdha që Shqipëria ka. Por nuk është pa probleme edhe pjesa tjetër. Mund të ketë konkurrencë, mund të ketë konkurrencë të pandershme, sepse deri në fund të majit domatja shqiptare shkon në Maqedoni pas ndalesë dhe në maj në vazhdim vazhdon ndalesat e veta. Gjithsesi ne duhet të jemi pak më, mendoj që duhet penetrojmë në mënyrën e duhur që ne të mbrojmë fermerin tanë, të mbrojmë produktet tona. E para, se jemi në këtë situatë të sigurisë ushqimore. Jemi në këtë situatë të sigurisë ushqimore për shkak të një problemi madhor që ne nuk e kemi zgjidhur prej kohësh. Çështja e skoperimit. Kanë marrë tokë bujqësore 420.000 familje. Janë regjistruar si prodhues 354.000. Dhe sot nuk dihet sa janë. Faktikisht ky census i këtij viti do na jap një panoramë më të qartë, por sido që të jetë, këta 354.000 janë ndarë në 3 kategori. Ata që prodhojnë për vete dhe për blegtorinë e tyre, ata që prodhojnë për vete për blegtorinë dhe mbetet një sasi produkti për treg, dhe ata që janë të destinuar vetëm për tregun dhe për eksportin. Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian në bashkëpunim me Lëvizjen Europiane në Shqipëri zhvilloi takim ndërgjegjësues me temë curia e adresimit të rekomandimeve të raportit të Komisionit Evropian 2025, sa i përket fushës së sigurisë ushqimore dhe sfidat sa i përket plotësimit të angazhimeve në kuadër të procesit të negociatave në grup kapitullin e 5, burimet, bujqësia, kohezioni, kapitulli 12. Ndërkohë, sipas të dhënave të analizuara nga Scan Intel, shqiptarët konsumojnë rreth 179 milion kilogram mish bazuar në të dhënat më të fundit të tregtisë së jashtme dhe prodhimit vendas. Shqipëria importon pjesën ndërmuese të mishit nga 10 partner kryesor, të cilët mbulojnë mbi 80% të totalit. Shqiptarët konsumojnë rreth 179 milion kilogram mish bazuar në të dhënat më të fundit të tregtisë jashtme dhe prodhimit vendas referuar Instat. Nëse përkthejmë këtë sasi në konsum për frym, rezulton se një shqiptar konsumon mesatarisht 85.7 kilogram mish në vit ose 6.3 kilogram në muaj, që përkthehet në rreth 207 gram mish në ditë. Krahasuar me vitet e mëparshme, konsumi për frym rezulton në rritje pavarësisht se prodhimi vendas i mishit ka vijuar të bjerë. Gjatë vitit 2024, si vit me të dhëna të plota, prodhimi blegtoral i mishit u fiksua në rreth 130.3 mijë ton nga mbi 148.000 ton në vitin 2021, ndërkohë kërkesa në treg është mbuluar gjithmonë më shumë nga importet. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë vitit 2024 janë importuar rreth 48.6 milion kilogram mish të brendshme të ngrënshme, ndërkohë që eksportet mbeten në nivele minimale me rreth 14.9 mijë kilogram në total. Scan Intel përllogarit konsumin e mishit bazuar në shumat e importit dhe prodhimit vendas, duke zbritur eksportet, të cilat kanë një ndikim thuajse të papërfillshëm. Por çfarë peshe zë mishi importuar në konsumin total? Nga përllogaritjet rezulton se 27.2% e mishit që konsumohen në Shqipëri është import, ndërsa 72.8% mbulohet nga prodhimi vendas. Thënë ndryshe, nga rreth 75.7 kg mish që konsumon mesatarisht një shqiptar në vit, mbi 20.6 kg janë mish importuar, por nga cilat vende vjen mishi që ne konsumojmë. Referuar të dhënave të tregtisë jashtme për vitin 2024, Shqipëria importon pjesën ndërmuese të mishit nga 10 partner kryesor, të cilët mbulojnë mbi 80% të totalit të importeve. Në vend të parë ndihet Brazili me rreth 13 milion kilogram mish, ndjekur nga Shtetet e Bashkuara me 9.3 milion kilogram, Greqia me 9.1 milion kilogram dhe Italia me rreth 4.9 milion kilogram.
Në listë pasojnë Paraguay me 2.45 milion kilogram, Polonia, Gjermania, Franca dhe Holanda, si dhe Kosova. Importet nga vendet e tjera jashtë këtij grupi arrin në rreth 3.8 milion kilogram. Në total, probabiliteti që mishi konsumuar në Shqipëri të ketë ardhur në një nga këto 10 vende kryesore është rreth 23%, ndërsa shanset që ai të jetë me origjinë nga Brazili, SBA dhe Greqia janë secila mbi 5%. Një faktor i rëndësishëm që ndikon në nivelin e lartë të konsumit të mishit për frymë është dhe rritja e ndjeshme e turizmit. Gjatë vitit 2024 dhe 2025, Shqipëria ka regjistruar një numër rekord vizitorësh të huaj, çka ka rritur ndjeshëm kërkesën për produkte ushqimore, përfshirë mishin dhe nën produktet e tij, veçanërisht në sektorin e shërbimeve, bareve dhe restoranteve. Kjo do të thotë se një pjesë e konsumit regjistruar nuk i atribuohet drejt për drejt popullsisë rezidente, por konsumit të turistëve, duke shtrembëruar disi treguesin e konsumit për frymë dhe duke ushtruar presion shtesë mbi ofertën vendase. Në Ballkanin Perëndimor, disa vende po rikthejnë shërbimin e detyrueshëm ushtarak si Serbia dhe Kroacia. Nga ana tjetër, Shqipëria po zhvillon industrinë ushtarake përmes kompanisë shtetërore Kajo, por nuk ka në plan për rikthimin e detyrimit. Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia po ndjekin gjithashtu të njëjtën linjë. Në një kohë kur kërcënimet në botë po shtohen, shumë vende po rrisin investimet në fushën e mbrojtjes. Edhe Ballkani Perëndimor synon të zgjojë këtë industri, me disa prej shteteve që po rikthejnë shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Në vitin 2024 u deklaruar për herë të parë nga Shqipëria se është gati të riaktivizojë industrinë ushtarake, që nga i momenti janë ndërmarrë disa hapa konkrete me krijimin e kompanisë shtetërore për prodhimin dhe tregtimin e armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake, Kajo, e cila do të nisë me prodhimet këtë vit, ndërsa po investohet në rivitalizimin e reparteve ose fabrikave, përmirësimin e infrastrukturës kritike dhe zhvillimin e kapaciteteve. Megjithatë, përsa i përket shërbimit të detyrueshëm ushtarak, që preheqi së tij në vitin 2010, vendi nuk ka asnjë plan ta rikthejë. E kundërta ndodh me Serbinë, që nga heqja e tij në 2011, shërbimi ushtarak ka qenë vullnetar. Në vijim pritet që shteti serb të marrë një vendim nëse ky shërbim do të jetë i detyrueshëm duke filluar nga dhjetori 2026 ose mars 2027, ndërsa në shtator do të nisin regjistrimet. Shërbimi ushtarak do të zgjasë 75 ditë. Nga ky vit edhe Kroacia e ka bërë të detyrueshëm për shtetasit e saj shërbimin ushtarak. Ai u hoq zyrtarisht në vitin 2008. Shërbimi zgjat 2 muaj me një pagë neto mujore prej 1.100 eurosh, ndërsa planifikohet të trajnojë 800 deri në 4.000 ushtar çdo vit në 3 kazerma. Përsa i përket Kosovës, edhe pse në vitin 2021 kryeministri Albin Kurti e kishte ngritur si çështje rikthimin e tij, deri më tani nuk ka asnjë plan konkret. Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia e Hercegovina që hoqën shërbimin e detyrueshëm ushtarak në 2026, po ashtu nuk kanë diskutuar mbi këtë çështje. Austria, Çipro, Danimarka, Estonia, Finlanda, Greqia, Letonia, Lituania, Suedia, Zvicra, Norvegjia, Turqia, Ukraina dhe Rusia nuk e kanë hequr kurrë shërbimin e detyrueshëm. Madje Norvegjia u bë vendi i parë evropian që vendosi shërbimin ushtarak të detyrueshëm për gratë. Kryeministri Edi Rama është nisur drejt Romës, ku do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Vatikan, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Linda Rama dhe delegacioni. Kryeministri do të vizitojë Pallatin Apostolik të Vatikanit, ku do të pritet në oborin San Damaso nga prefekti i shtëpisë papnore dhe zotrinj të shenjtërisë së tij. Pritja do t'i paraprijë audiencës që kryeministri Rama do të ketë me Papa Leonin 14 në bibliotekën papnore të Pallatit Apostolik. Më pas, vizita do të vijojë në Bazilikën e Shën Pjetrit, në mjediset e Stanza delle Lacrime, Kapele Paolina, Sala Regia, Sistina dhe në altarin e Shën Gjon Palit II. Në përfundim të qëndrimit të tyre në Vatikan, kryeministri Rama dhe bashkëshortja e tij do të vizitojnë vendvarimin e Papa Franceskut në Bazilikën Santa Maria Maggiore. Pjesë e kësaj vizite do të jenë edhe disa takime të tjera, mes të cilave takimi me kardinalin Pietro Parolini, sekretar shteti i Vatikanit. Do të ndalemi në këto momente me zhvillimet nga bota. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pritet të shkojnë në Australi brenda këtij muaji në një përpjekje për të nënshkruar një marrëveshje tregtare të vonuar prej kohësh. Australia shihet në Bruksel si një partner strategjik dhe me të njëjtat mendime, ndërsa Bashkimi Evropian kërkon të diversifikojë marrëdhëniet e tij tregtare.
Presidente e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pritet të shkojë në Australi brenda këtij muaji në një përpjekje për të nënshkruar një marrëveshje tregtare të vënuar prej kohësh. Përfundimi i marrëveshjes do të shënonte një tjetër fitore tregtare për Komisionin pas marrëveshjeve të fundit me bllokun Mercosur të Amerikës Latine dhe Indin, ndërsa tensionet gjeopolitike intensifikohen me Shtetet e Bashkuara dhe Kinën. Një burim tha se von der Leyen mund të shkojë në Canberra menjëherë pas përfundimit të konferencës së sigurisë në Mynim 15 shkurt. Gjithçka do të përcaktohet nga përparimi i negociatave të udhëhequra nga komisioneri i tregtisë Maroš Šefčovič, i cili do të takohet me ministrin australian të tregtisë Don Farrell në Bruksel javën e ardhshme. Bisedimet mbi një marrëveshje të tregtisë së lirë Bashkimi Evropian Australi dështuan në vitin 2023, pasi Canberra akuzoi Brukselin se nuk ofroi akses të mjaftueshëm në treg për mishin e viçit, deles, qumshtit dhe sheqerit. Bujqësia mbetet një pikë nxehtë e përhershme në negociatat tregtare të Bashkimit Evropian. Marrëveshja e Mercosurit është përballur tashmë me kundërshtim të ashpër nga fermerët europian, të cilët kanë frikë nga konkurrenca e padrejtë nga rritja e importeve që vijnë nga Amerika Latine. Megjithatë, Australia shihet në Bruksel si një partner strategjik dhe me të njëjtat mendime, ndërsa Bashkimi Evropian kërkon të diversifikojë marrëdhëniet tregtare, të zgjerojë aksesin në tregjet globale dhe zvoglojë ekspozimin ndaj një tregu amerikan që po mbyllet dhe politikës tregtare gjithnjë më agresive të Kinës. Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar do të ishte 3.6% më e vogël deri në vitin 2040, nëse migrimi neto do të binte në zero, referuar një studimi të fundit. Qeveria do të mbushte këto boshllëk duke marrë hua, duke rritur deficitet buxhetor me rreth 37 miliard pound deri në vitin 2040. Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar do të ishte 3.6% më e vogël deri në vitin 2040, nëse migrimi neto do të binte në zero, duke detyruar qeverinë të rrisë taksat për të luftuar një deficit buxhetor shumë më të madh, ka parashikuar një organizatë kërkimore. Instituti Kombëtar i Kërkimeve Ekonomike dhe Sociale tha se rënja e lindjeve në Mbretërinë e Bashkuar dhe një rënje ndjeshme e migrimit neto vitin e kaluar e kanë shtyrë të marrë në konsideratë se çfarë do të ndodhte nëse ky trend do të vazhdojë deri në fund të dekadës. Në këtë skenar, popullsia Mbretërisë së Bashkuar do të ndalonte së rrituri në rreth 70 milion në vitin 2030. Shifrat e fundit zyrtare treguan se popullsia ishte 69.3 milion në vitin 2024. Grupi ekspertëve tha se fillimisht pagat reale dhe të ardhurat e disponueshme do të rriteshin, pasi firmat do të detyroheshin të përdorin më shumë makineri dhe të bëheshin më produktive, me prodhimin e brendshëm bruto për frym që do të rritej me 2% deri në vitin 2040. Megjithatë, këto fitime do të vinin me koston e një rritje më të dobët të ekonomisë në përgjithësi, pasi një popullsi më e vogël dhe në plakje do të çonte në më pak të ardhurat tatimore, duke hapur endekun midis shpenzimeve publike dhe të ardhurave dhe duke bërë që qeveria të marrë ua më shumë. Grupi ekspertëve tha se qeveria do ta mbushte këtë boshllëk duke marrë ua, gjë që do të shkaktonte rritjen e deficitit buxhetor me rreth 0.8% të prodhimit të brendshëm bruto, ose 37 miliard pound deri në vitin 2040. Ky parashikim bazohet në supozimin se shpenzimet qeveritare dhe normat e taksave deri në vitin 2030 ndjekin rrugën e vlerësuar nga zyra për përgjegjësinë buxhetore, parashikuesi zyrtar i Mbretërisë së Bashkuar, dhe më pas pjesa e shpenzimeve qeveritare si raporti i prodhimit të brendshëm bruto mbetet konstante. Grupi ekspertëve tha se disa pagesa të tilla si ndihma për fëmijët ose pagesa për ata që kërkojnë punë do të përshtaten pas këtyre ndryshimeve në popullsi, por investimet dhe konsumi qeveritar nuk do të ndryshojnë shumë. Gjermania po shqyrton investimet që variojnë nga satelitët spiune dhe aeroplanët hapësinor deri tek lazerat sulmues në kuadër të një plani shpenzimesh ushtarake hapësinore prej 35 miliard eurosh. Vendi do t'u japë përparësi furnizuesve të vegjël dhe të mëdhenj vendas dhe evropian për programin. Gjermania po shqyrton investimet që variojnë nga satelitët spion dhe aeroplanet hapësinor deri te lazerët sulmues në kuadër të një plani shpenzimesh ushtarake hapësinore prej 35 miliard euro që synon të kundërvijë kërcënimeve në rritje nga Rusia dhe Kina në orbit. Gjermania do të ndërtojë një konstelacion ushtarak të koduar me më shumë se 100 satelitë të njohur si Satcom Stage 4 gjatë disa viteve të ardhshme. Rrjeti do të pasqyronte modelin e përdorur nga Agjencia Amerikane e Zhvillimit Hapësinor, njësi e Pentagonit që vendos satelitë në orbitën e ulët të tokës për komunikime dhe gjurmim raketash. Rheinmetall është në bisedime me prodhuesin gjerman të sateliteve OHB rreth një oferte të përbashkët për një projekt satelitor ushtarak gjerman pa emër. Marrëveshja e mundshme vjen pasi 3 firmat kryesore hapësinore të Evropës, Airbus dhe Leonardo, po kërkojnë të ndërtojnë një alternativë evropiane të komunikimit satelitar
fitore ndaj Starlink të Elon Musk. Investimi i Gjermanisë në arkitekturën hapësinore ushtarake pasqyron të një mjedis hapësinor shumë më të kontestuar që nga pushtimi i plotë i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022. Berlini dhe aleatët e tij evropian, tha ai, duhet të forconin qëndrimin e tyre parandalues, duke investuar jo vetëm në komunikime të sigurta, por edhe në aftësi që mund të pengonin ose të aktivizonin sistemet hapësinore armiqësore. Gjermania do të kanalizojë fonde në satelitë, sensor dhe sisteme për mbritjen e inteligjencës të projektuara për të penguar anijet kozmike kundërshtare, duke përfshirë lazer dhe pajisje të afta për të synuar infrastrukturën toksore. Vendi do të jepte përparësi furnizuesve të vegjël dhe të mëdhenj ventas dhe evropian për programin. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skan.tv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, ndajemi këtu për të takuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.